drita që u zhvendos prapa. Historia në vazhdim bën fjalë për një të moshuar, i cili ka jetuar këtu e 100 vite më parë. Ai kishte lindur, ishte rritur dhe plakur në qytetin e shenjtë të Mekës. Kishte një skllav i cili i shërbente në jetën e tij të përditshme. Sa herë që thirrte ezani sabahut, skllavi e zgjonte, i silte për të marrë abdes, ndiste fenerin dhe ecte para tij për t'i bërë drejt xhamisë. Sigurisht që bëhet fjalë para përhapjes së energjisë elektrike. Aso kohë rrugët ishin të ngushta, plot me gur dhe të pandriçuara. Ai e shinte me sy lodhjen e skllavit të vet, për kushtimin dhe kujdesin që tregonte për të. Prandaj dhe një ditë i tha: "Dëgjoj mor bir, në testamentin tim, që ua kam lënë trashëgimtarëve, kam përmendur që pasi të vdes, ty të lënë të lirë. Këtë e kam bërë si shpërblim për sinqeritetin dhe për kushtimin tënd ndaj meje për gjatë këtyre viteve." Skllavi i tij heshti, edhe nuk e komentoi fare atë që i kishte thënë pronari i tij. Jo vetëm kaq, por ai as nuk shfaqi ndonjë shenjë gëzimi, ndërkohë që do të fitonte lirinë. Mëngjesin e ditës së nesërme, ai e zgjoi pronarin e tij, i bëri gati ujin e abdesit, ndezi fenerin dhe u nisën drejt xhamisë. Por në ndryshim me ditët e tjera, ai ecte pas pronarit edhe jo para tij. Pronari i tha i çuditur: "Çfarë ka ndodhur sot, mor bir? Ç'të ka gjetur kështu, që nuk ecën para të më ndriçosh rrugën, por ecën pas meje?" Skllavi ju përgjigj: "Ju vetë keni zhvendosur dritën pas vetes, zotëri." "Çfarë? Fol më shkoqur se nuk po të marr vesh", i tha plaku. Skllavi i tha: "Po, ju e zhvendosët vetë dritën pas vetes dhe këtë, kur më premtuat lirinë pas vdekjes tuaj, ndërkohë që duhet ta kishit bërë gjatë jetës tuaj, përse më detyroni që të uroj vdekjen tuaj që të fitoj lirinë, në vend që t'ju uroj jetë sa më të gjatë dhe të mbushur me punë të mira. E ai di që unë do të vazhdoja t'ju shërbej me sinqeritet dhe me përkushtim, edhe si kur të madhuronit lirinë në çast." I moshuari e kuptoi mirë skllavin e tij, prandaj dhe i tha në atë moment që në këtë çast je i lirë bir. Skllavi ja ktheu: "Edhe unë do të vazhdoj të jem shërbëtori yt i sinqert dhe i përkushtuar." Morali: nëse ke ndërmend të bësh diçka të mirë, bëje sa më shpejt, edhe mos i zvarrit gjërat. Bëj diçka të mirë në jetën tënde, pa të ardhur vdekja. Lëre dritën të ndriçojë rrugën para, edhe mos lejo që ajo të zhvendoset pas teje.